Të martën, pranë ambienteve të aneksit të Skënderbeut, u zhvillua festivali futbollit pranverë Korçare me pjesëmarrjen e fëmijëve të moshave 8 deri në 12 vjeç nga akademitë e gjithë rajonit të Korçës. Eventi mblodhi rreth 70 fëmijë të cilët shpalosën pasionin, talentin dhe dashurinë për futbollin në një atmosferë plot kënaqësi, miqësi dhe respekt për njëri tjetrin. Në fusha të vogla u alternuan elementët teknik individual me shkathësinë dhe personalitetin e çdo pjesëmarrësi. Kushtet ishin të shkëlqyera fal motit të favorshëm dhe cilësisë shumë të mirë të fushës e vënë në dispozicion përmes bashkëpunimit mes shoqatës rajonale të futbollit Korç, Akademisë Skënderbeut, trajnerëve, shoqatës Young Boys dhe komunitetit të prindërve, të cilët ishin të shumtë në numër dhe mbështetën nga afër aktivitetin. Festivali u drejtua dhe omenaxhua nga një staf teknik me edukator dhe instruktor me përvojë, të cilët me profesionalizmin e tyre siguruan një organizim model dhe një eksperiencë pozitive për të gjithë fëmijët pjesëmarrës. Zhvillimi i aktiviteteve të tilla po kthehet tashmë në një traditë në qytet, fali bashkëpunimit të shkollave, klubeve sportive dhe akademive të futbollit. Organizatorët bën me dije se në të ardhmen do të ketë sërish evente të ngjashme, pasi fëmijët i mirëpresin me entuziazëm aktivitete të tilla, ku mizotrojnë gjallëria, përfshirja dhe krijimi i miqësive të reja.